Nënkryetaria e Partisë Demokratike, Josefina Topalli, lëshoi akuzat të ashpra ndaj kundërshtarëve politik gjatë një takimi elektoral të zhvilluar në Tropoj. Sipas Topallit, opozita është përpjekur të pengojë zhvillimin e vendit, duke kundërshtuar nismat e ndërmarra nga qeveria shqiptare. Numri 2 Partisë Demokratike, Topalli, deklaroi se përfaqësuesit e opozitës kanë qenë kundër zhvillimit ekonomik të vendit. Sa herë kishte një reformë të madhe, një ligj të rëndësishëm, ismo urdhë dhe Edi Rams, vetëm sharje, vetëm shpifje, vetëm kërcënime, vetëm zhurma me bilbila, ato ishin kundër arritjes rrogave, ato ishin kundër arritjes së pensioneve, ato ishin kundër futjes së Shqipërisë, ato ishin kundër buxhetit që parashikonte investime të mëdha në bujqësi, në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë. Topalli u premtoi qytetarëve të Tropojës se qeveria do të ndërmarrë reforma që do të sjellin në vitin 2017, një Shqipëri të ndryshuar e të zhvilluar.